Vendi ynë është zgjuar mëngjesin e 1 nëntorit me lëkundje të fuqishme si pasojë e një tërmeti me një magnitudë që shkonte deri në 5 shkallë Richter. Sismiologët shprehen se vetëm në një ditë regjistrohen shumë të tilla, duke lënë të kuptojë se Shqipëria do të jetë në efektin e lëkundjeve edhe ditët në vijim. Në një intervistë për Ora News, përgjegjësi i Departamentit të Sismiologjisë në Institutin e Gjeoshkencës, Recep Koçi, ngre apelin se qytetarët shqiptar janë shumë herë më të ekspozuar ndaj rrezikut se sa vendet të tjera të rajonit, dhe kjo për shkak të mungesës së shkallëve të emergjencës nëpër pallate. Kjo zonë ka qenë e aktivizuar që dije, vetëm edhe relativisht më të vogël, me magnitudë 3.8 si thash, edhe ky sot ka kulmuar me magnitudë 5. Çdo objekt duhet bërë dhe me shkallë emergjencë, sidomos objekte të rëndësisë veçantë. Ndërkohë, tmerri që kanë përjetuar qytetarët në kryeqytet është i madh. I pari më pak, i dyti më fort për vjetë, pallati ishte i fort, ne u tërë më pak, po inshallah mos jetë më. Që duke fjetur u zgjova. U tërë më pak, po shqyqyr zotit e kam shpinë tullët, nuk e kam të lartë, kështu që se ndjeva fort. Ta mos zot në shpëto. Kryebashkiaku i Tiranës Erion Velia publikoi në rrjetin social Facebook një apel për qytetarët që të njoftonin për çdo emergjencë, ndërsa tha se administratorët ishin në terren për të verifikuar situatën. Ca gjëra janë të Zotit apo të natyrës. Bashkia nuk ka asgjë në dorë në parandalimin e tërmeteve, po sigurisht që ka në dorë në informimin e qytetarëve. Tërmeti më i fuqishëm që ka goditur kryeqytetin ka qenë ai 7 janarit të vitit 1988, si pasojë të cilit u dëmtuan 2083 shtëpi.